Dashi, dita e sotme do të jetë plot interes dhe do të keni mundësi të zgjidhni disa çështje të mbetura që kanë qëndruar pezull prej kohësh. Në marrëdhëniet dashurore, çiftet do të tregojnë më shumë maturi dhe do shmangin të kuptimet dhe konfliktet. Pastitja dhe mbrëmja do të kalojnë edhe më mirë. Nëse jeni të beqar, do të mësoni si të veproni dhe çfarë duhet bërë për të filluar një marrëdhënie. Në punë do të diskutoni me disa kolegë që do t'ju pengojnë, por në momentet të caktuara do t'i dëgjoni këshillat e të gjithëve. Nëse dëshironi të rregulloni buxhetin, mos merrni para hua, pasi kjo do të jetë veprimi më i gabuar. Demi. Më në fund, sot do të arrini të gjeni përgjigje për shumë pyetje që ju kanë në mendje. Ju të dashuruarit nuk do të keni marrëdhënie ideale sot, megjithëse do të kuptoni se secila palë ka gabimet e veta. Kur jeni në qetësi, do të mendoni të flisni hapur dhe të veproni, por nuk do arrihet asgjë konkrete. Ju, të beqarët, do të tërhiqeni tej masë nga një person në buzëqeshje dhe do ta merrni në krah pa reflektuar. Në punë, disa plane do të konkretizohen, por sërish nuk do të jeni në fazën që keni imagjinuar. Kolegët do të jenë shumë para jush. Menaxhimin e parave lëreni në dorën e familjarëve më mirë. Binjakët. Ditën e sotme do të jeni në humor të keq dhe të tjerët nuk do t'ju kuptojnë. Nëse keni një lidhje, do të jeni si profesor dhe nuk do të arrini të kënaqni as partnerin as veten. Gjërat nuk do të shkojnë si kishit imagjinuar. Edhe ju, të beqarët, nuk do të jeni të aftë të organizoni takime interesante dhe do të mbeteni vetëm. Në punë do të përçoni energji dhe dinamizëm, por disa kolegë do t'ju presin hovin dhe do të bëjnë të pamundurën t'ju pengojnë. Zënkat me ta do të jenë shumë të forta. Shpenzimet e tepruara mund t'ju sjellin vështirësi financiare të vogla. Daforia. Edhe pse ndikimi i yjeve sot do të jetë përgjithsisht pozitiv, ju do të ndiheni keq në disa momente. Nëse jeni në një marrëdhënie, gjërat do të fillojnë të normalizohen sot dhe her pas here do të bëni veprime të veçanta me atë që keni pranë. E rëndësishme është që zemra juaj të ndihet gjithmonë mirë. Nëse jeni beqar, do të bini kokë e këmbë në dashuri me dikë dhe do të bëni çdo përpjekje që të afroheni sa më shpejt pas vetes. Në punë, nuk do t'ju mungojë as pak ambicie dhe këmbëngulje, megjithëse do të besoni verbërisht disa kolegë që nuk ua duan mirë. Në planin financiar, përmirësimet do të jenë edhe më të mëdha se çfarë keni imagjinuar. Luani. Nëse tregoheni të menduar dhe nuk e teproni sot, çdo gjë do të ecë mirë. Jeta juaj në çift do të jetë e bukur, ngrohtë dhe e mbushur me emocione. Një mosmarrëveshje e vogël mund të lindë pa diskutim, por do zgjidhet brenda pak minutash. Ju beqarët, edhe nëse mundësit janë të pranishme, sot nuk është koha për angazhime serioze. Në punë duhet të diskutoni hapur me eprorët për ide ose kërkesa. Mos e ndryshoni veten as pak. Në planin financiar, të gjitha yjet bashkohen sot dhe do t'ju sjellin një situatë më të mirë. Kjo konstelacion e yjeve sjell besim të madh dhe rezultate pozitive. Virgjëresha. Edhe pse ndikimi i yjeve sot do të jetë përgjithsisht pozitiv, ju do të ndiheni keq në disa momente. Nëse jeni në një marrëdhënie, gjërat do të fillojnë të normalizohen sot dhe her pas here do të bëni veprime të veçanta me atë që keni pranë. E rëndësishme është që zemra juaj të ndihet gjithmonë mirë. Nëse jeni beqar, do të bini kokë e këmbë në dashuri me dikë dhe do të bëni çdo përpjekje që të afroheni sa më shpejt pas vetes. Në punë nuk do t'ju mungojë as pak ambicie dhe këmbëngulje, megjithëse do të besoni verbërisht disa kolegë që nuk ua duan mirë. Në planin financiar, përmirësimet do të jenë edhe më të mëdha se çfarë keni imagjinuar. Peshorja. Sot do të zgjoheni me energji pozitive dhe humor, kështu që çdo gjë do të ecë mirë për ju. Sektori i dashurisë për çiftet do të jetë shumë i qetë sot. Do të merreni vesh me partnerin tuaj, pa ankesa. Ju, të beqarët, do të jeni si goxha të favorizuar në dashuri dhe do të gjeni, më në fund, personin tuaj të ëndrave. Në mbrëmje do të ndiheni gati për të filluar një lidhje. Në punë do të jeni të motivuar, serioz dhe të guximshëm, pa pengesa të pakalueshme. Në planin financiar ka ardhur koha për pak ekonomi, sepse në situata të kundërta mund të ketë probleme. Kjo situatë financiare kërkon kujdes shtesë dhe planifikim të mirë për shmangimin e çdo pengese pa nevojshme. Akrepi. Çdo planet sot do të jenë në anën tuaj dhe do t'ju zbukurojnë çdo çast. Një herë mirë do të keni ka pak të shkuar së hidhur. Ju, të dashuruarit, nuk do të mërziteni as pak sot, pasi planetet do t'ju japin çdo moment emocionues. Asnjë debat ose mosmarrëveshje nuk pritet të ndodhë. Për ju, të beqarët, do të jetë një ditë premtuese, megjithëse lështe.
e rëndësishme të mos nxitoheni. Çdo gjë ka kohën e vet kur duhet të ndodhë. Në punë do të luftoni me vendosmëri për të arritur majën. Mund të bëni disa sakrifica, por do të arrini atje që dëshironi. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni asnjë rrezik, sepse ndryshe do të mbeteni pa para. Shigjëtari. Sot do të shihni gjërat nga një kënd tjetër dhe do t'ju gjejë zgjidhje për problemet e së kaluarës. Të dashuruarit do të keni një ditë të bekat dhe do të merrni vendime të rëndësishme. Periudha e pritjes dhe hezitimit do të mbarojë. Të beqarët do të jeni më pak kërkues dhe do të gjeni persona për të cilët do të bëni çdo gjë. Një fazë e bukur do të fillojë për ju. Në punë do të jeni shumë të ngarkuar dhe në disa momente nuk do të dini çfarë të bëni fillimisht. Kërkoni ndihmë nga kolegët, pasi vetë nuk do të arrini dot. Në planin financiar veproni me më shumë maturi dhe kujdes, nëse nuk doni të keni probleme serioze. Briçapi. Sot nuk do të jeni shumë në humor dhe her pas here do të mbylleni në vetvete. Rreziku i mosmarrëveshjeve në çift do të jetë i madh gjatë kësaj dite. Nuk do të bëni hapin më të vogël për të marrë me atë që keni pranë dhe kjo do të jetë gabim. Të beqarët duke u marrë me çështje të parëndësishme kanë rrezik të humbasin mundësitë e jetës. Në punë do të jeni shumë të ngarkuar dhe lodhja do të jetë e madhe. Në disa momente do të gjendeni para vështirësive. Sektori i financave do të jetë pozitiv, kështu që përfitoni për investime të nevojshme. Planifikoni me kujdes dhe merrni gjithmonë vendime mençura. Ujori. Sot do të jeni me mendje të qartë, duke marrë gjërat ashtu si të vinë. Edhe problemet që do të shfaqen do t'i zgjidhni me qetësi dhe pa stres. Ju, të dashuruarit, duhet të përdorni fjalët e ëmbla dhe ledhatime nëse dëshironi diçka nga partneri. Nëse u tregoni të ftohtë dhe distancë, nuk do të arrini asgjë. Ju, të beqarët, do të jeni në dinamik dhe të hapur, kështu që mund të filloni edhe lidhje afatshkurtra. Në punë, nuk do të keni dëshirë të veproni pa qenë plotësisht të bindur për rezultatet që mund të arrini. Me shpenzimet, vazhdoni të jeni të arsyeshëm, që është thelbësore. Peshqit. Sot nuk do të jeni shumë në humor dhe her pas here do të mbylleni në vetvete. Rreziku i mosmarrëveshjeve në çift do të jetë i madh gjatë kësaj dite. Nuk do të bëni hapin më të vogël për të marrë me atë që keni pranë dhe kjo do të jetë gabim. Të beqarët duke u marrë me çështje të parëndësishme kanë rrezik të humbasin mundësitë e jetës. Në punë do të jeni shumë të ngarkuar dhe lodhja do të jetë e madhe. Në disa momente do të gjendeni para vështirësive. Sektori i financave do të jetë pozitiv, kështu që përfitoni për investimet e nevojshme. Planifikoni me kujdes dhe merrni gjithmonë vendime mençura.